dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, falëndërimi i përjetshëm i takon Zotit të Madhrishëm, ai i cili e ka pasuruar jetën e njeriut me adhurime nga më të ndryshmet dhe në vazhdimsi e begaton dhe frymëzon njeriun që t'i arrijë qëllimet më të mira të jetës. Dhe padyshim se prej begative dhe dhuntive më të mëdha që mund t'i përjeton njeriu në jetën e kësaj bote është muaji Ramazan, agjërimi i cili është një sezon e këndshme për shpirtin dhe një eksperiencë e veçantë për mendjen dhe shpirtin e njeriut. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës gjurmëve të agjërimit, e shfrytëzoj rastin që ti përmendi edhe sot një 2-3 çështje të rëndësishme në mënyrë që njeriu në jetën e bote ta kthen krejt atë adhurim të madh në benefit për jetën dhe për argumentet e jetës. Të ndershëm vëllezër besimtar, agjërimi është vetëm një sinjal, një shenjë në rrugën e gjatë të jetës në për cilën kalon njeriu deri të arrijë te Zoti i Madhrishëm. Dhe padyshim se agjërimi si shenjë përmes së cilës orientohet njeriu te Zoti i Madhrishëm, le gjurmë të thella në mendjen dhe shpirtin e njeriut. Një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjellën një mesazh shumë interesant se i përket shenjave të jetës, sepse vëllezër të ndershëm, siç e dini, shenjat në rrugë vendosën për mi pa njeri. Ato shifën për mi lexu. E kur i lexon, orientohesh. Kështu janë shenjat e kësaj jete. Janë vendosë për Zotit Madhrishëm që njeriu me i pa. Dhe kur ti shef argumentet e Zotit Madhrishëm, i lexon. E kur ti lexon argumentet e Zotit të Madhrishëm, ai orientohet në rrugën e duhur. Sepse s'ka kuptim me pa një shenjë dhe ti mos me lexu. Dhe s'ka kuptim me pa një shenjë me lexu dhe ti mos me përfill. Edhe pse bota në përgjithësi është shenjë që tregon se krijuesi është perfekt. Ky kozmos, këtë komplet, pa e ndarë në detaje, është vetë argument në vete që tregon se krijuesi është suprem, i gjithdijshëm, i urtë dhe i përsosur në urtësi. Dhe pastaj mbrana e këtij kozmosi po ashtu, secila çështje është shenjë në vete që tregon për diçka shumë të rëndësishme, me një farë forme i tregon njeriut se ti duhet të orientohesh drejt shenjave për me arrit në fund të përjetshmja. Dhe një ditë prej ditëve vëllezër, ku kemi fjalën të shenjat, pejgamberi sa më dha një shembull shumë interesant. Ju drejtu njerëzve në ligjërat. Tho, o ju njerëz, ta me të vërtet Zoti i Madhrishëm i kalon do shenja që ti dush me i lexu në këtë dunja. Dhe me të vërtet ju e keni një fund që patjetër keni me arrit atje. Patjetër një ditë do të ndalesh dikun. Edhe thot, njeriu në jetën e kësaj bote, besimtari thot jeton mes 2 frigave dhe mes 2 shpresave. Jeton thot me frigën e të kaluarës, ajo që ka ik është regjistru dhe pa mundësia për të rikthy dhe për të ndryshu. Dhe jeton me frigën të ardhmës, ajo që ka mbet, si do të vjen ajo, çish do të duket ajo, dhe ku do të jetë pozita njeriut në ato rrethana. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju njerëz, thot njeriu duhet me marr prej vetës për mi dhënë vetës. Çka nuk kupton me marr prej vetës për mi dhënë vetës? Atë energji që e jep sot ti për punë të mira të kësaj bote, ti e janë rresh pozitën vetës në ahiret. Ti e tu dhon prej vetës për me marr nesër për veten tënde.
Dhe atë energji që se shfrytëzon këtë dunja, ose se kanalizon në rrugë të duhura, thjesht t'ja pamundsu vetës nesër privilegjen që do ta kesh në botën e përjetshme. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i mençur i tha merr prej vetës për vetën e vet. Keni pa vëllezër këtë dunja, nganjëherë për shembull, edhe në jetën e përditshme, njeriu thot po investoj pak se kam e fitu shumë. Që kjo është matematike botës së përjetshme. Dhe na thot Rasulullahi, merr prej vetës, jep energjinë këtë dunja në rrugën e duhur, sepse ka më të dashur argumentin botën e përjetshme. Dhe thot, merr prej rinijës tane, se tu duhet në pleçni. Dhe merr thot prej jetës, se ka më të dashur në botën e përjetshme. Dhe betohet pejgamberi thot pasha Zotin e Madhreshëm, thot ka me ardhur një moment që pas vdekjes ma nuk ka këshillues. Kur analizon këtë fjalë ndershëm vëllezër, komplet trajektoria e jetës së njeriu. E shani njeri mbrana një rrugë të jetës, njëri i cili është aktiv, i shfrytëzon dhuntit e Zotit Madhreshëm, punon, gjallëron, le gjurmë trajektorin e jetës, derisa të vjen momenti i vdekjes dhe pastaj ti korr sukseset, sepse s'ka më kush e këshillon pas vdekjes. Dhe tjetri i cili ka mbetë në gjysmë të rrugës, nuk e merr mundin me lexu argumente e jetës, nuk orientohet dhe dekapitulon fatin e jetës së vet. E agjërimi vëllezër vetëm një shenjë, një gjurmë, e cila e motivon njeriu, e orienton njeriu drejt rrugës së përjetshme të Zotit i Madhreshëm, sepse siç ka nevojë ana fizike njeriu të çlodhet me një farë forme, dhe siç ka nevojë aspekti mental, intelektual i njeriu që të sfidohet në argumente së bote, kështu ka nevojë shpirti të gjen një stacion ku motivohet dhe i gjen gjurmët për të rrugtuar në botën e përjetshme. Pra agjërimi është vetëm një prej shenjave që ka vendosur Zoti i Madhreshëm drejt pafundësisë në botën e përjetshme, dhe të lumtë ata të cilët e kanë shfrytzuar këtë muaj dhe gjurmët e këtij muaji përcjellin në vazhdimsi deri ditën kur kthehemi te Zoti i Madhreshëm. Dhe e dyta vëllezër, për shkak edhe të kohës, në prej mësimeve të mëdha të agjërimit mësuam edhe diçka shumë të rëndësishme vëllezër. E mësuam se në këtë dunjë është shumë me rëndësi sa çndron deri në fund. Është një rregull pothuajse e pashkruar, por që është rregull begje e madhe në rezultatin e jetës. Nuk në varet starti, sa në varet fundi. Nuk në varet starti, sa në varet fundi. Dhe Ramazani, agjërimi, na mësoi se në këtë jetë nuk ban mu dorëzu. Për shembull, ka fillu dikush me agjëru, në gjysmë ditë e ka prish. Ai s'u ka mëri mramje. Suri ka qëndru rrugës. Allahu dënë me i thanë një jetë është kështu, mos u dorëzon gjysë rrugës. Është shumë me rëndësi që përfundon. Ti mund me bë vepra të mira shumë, por betejë është ç'është me rujt të mira. Do thonë, ti mund me bë vepra shumë të mira, por betejë është ç'është me rujt të mira. Vëllezër të ndershëm, është një thënie që përdoret për ta që kanë karrierë. Në filozofi mësohet kjo. Thotë është letë me mrin maje, por jo çdo kush i qëndron majes. Letë është me mrin, por me qëndru është zor. E të fortit, të dishmit, të mëshmit i qëndrojnë. E Ramazani na mësoi se në këtë dunja mundesh me bë vepra të mira, por është shumë me rëndësi që përfundojnë ato. Është shumë me rëndësi, a ke mujt me rujt veprën deri në përfundim. Dhe ju e pat, në shembull më konkret të mund shumë, në sport, vëllezër, emocionet mëdha, por nganjëherë është shumë me rëndësi fundi. Sepse fundi e përcakton rezultatin. Jeta është kështu. Jeta është kështu, vëllezër, betejë që është me rëndësi që përfundon. Nga një pak ka rëndësi që është niset, sa ka rëndësi që është përfundon. E agjërimi na mësoi që duhet me rujt vepra vëllezër. Me qëndru.
Është transmetuar prej Aliut radiallahu anhu, i cili ka thënë se ne, thot, shokët e pejgamberit sa thot, e kena pas shqetësimin më të madh çysh me i rujt veprat. Jo çysh mi bë, se mi bë kemi pas obligim. Njeriu e ka obligim të mirën. Nuk diskutohet kjo çështje. Po masi të bëhet ajo vepër, çysh me urujt, çysh me qëndru edhe në fund, çysh me çmu dhe çysh me vlerësu, sepse fundit vëllezër është transmetuar se Omeri radiallahu anhu, kur e ka mbajt hutbën e parë, fjalimin e parë si khalife, dhe natyrisht si ka pas as 5 metra distancë, vorën e pejgamberit islam dhe vorën e Abu Bekrit. Dhe ky ishte khalife, emocionet mëdha, sepse çysh me fol mas pejgamberit, çysh me fol mas khalifes Omerit, Abu Bekrit. Histori e gjatë, e dhimbshme, fjalimi i fuqishëm. Po për shkputi vetëm një prej fjalëve që ka thonë. Thot, o ju njerëz, thot, mos shpreso shumë në ato vepra që s'ke mujt me i rujt deri në fund. Thot, se në ditën e gjykimit më shumë ti që kanë më zhgënyu njerëz janë ato të cilët kanë më mbështet në vepra të mira që i kanë azgjësu ma vonë vetë. Dështimin më të madh në ahiret kanë me pas ato njerëz që kanë bërë vepra të mira para dite, po mas dite kanë fshinë. Po e marrë si gjë alegrike. Ajo është mbështet në diçka që i ka fshinë vetë. Dhe rezultatën e asaj vepre se gjen te Zoti i Madhreshëm. Pra shumë me rëndësi të shërul veprën vëllezër. O shumë me rëndësi të shërul në veprat, sepse s'ka hajër shpresa në veprat që s'kanë përfundu dhe s'janë rujt në mënyrën më të mirë të mundshme. E agjërimi vëllezër na mësoi se jeta është betejë. Dhe në beteja nuk dorëzohet njëri deri në fund, sepse nëse dorëzohesh, t'jep me kuptu se e ke humbur betejën. Qoftë e betejë ditore, javore, e komplet jeta, sepse jeta kësaj bote është terren shumë i ashpër vëllezër. Është interesant kur ta lexojmë Kur'anin. Zoti thot për njeriu, e kena krijuar njeriu të fuqishëm. Pse të fuqishëm? Sepse terreni ku zhvillohet jeta është shumë e ashpër. Terreni ku zhvillohet jeta kësaj bote është shumë e ashpër. Ballavaçohesh me shumë gjëra. Dhe në këtë jetë kanë me mbijetu vetëm ato të cilët kanë konsistencë, kanë qëndrueshmëri, bëjnë veprat e mira dhe qëndrojnë në rrugën e Zotit të Madhreshëm. Këta pastaj dalin me stafetë të fitimtarit në botën e përjetshme. Dhe po e mbylli me një ngjarje po ashtu të Omerit vëllezër. Në ditë për ditëve, siç është transmetuar se një lyp në xhami, para xhamisë parë, dhe Omeri është i dorë dhe jep. Dhe djali vet, Abdullah bin Omeri, shef për mbrapa, thotë elhamdulillah çfarë prindi kam. Njëri me autoritet që në atë kohë Omeri ka rrezu perëndërinë persiane, Romake bizantine. Vetëm për 2 vjetë sundim. Ka shënjë fuqishëm ka qenë. Thotë çfarë babe kam, trim, të ndershëm, fisnik, ka ecë faroje. Ka thonë si kam bosh rrugujnë une. Ato që ruën për njerëzve ato kanë bë diçka. Ka fjetë në hurë me midis taborit. Edhe jep sadak. Djali vetët farë babe kam, ja ka frika Allahut. Njeri madh, ama është i përullën dhe atyre që mretojnë përësin. E ndëgjon në me dhe do pirë jem. Mos u mashtrofa me sjellje të mijat, deri të mpash në xhennet. Se nuk e din njeri bën vepra të mira, por se din ai ka pranuar Zoti i Madhreshëm. Fitimtar ai i cili është në xhennet, thotë kur të mpash në xhennet nesër, kreno me mua. Por ndryshe mos u kreno. Sepse s'ka kush që korrupton Allahun xhallahu ala. Ai don veprat e pastërta. Ai don mi qëndru besnik e manetit e tij. E agjërimi na mësoi vëllezër se nuk është më rëndësish me bani vepër. Por e rëndësishme është çysh me rujt. Dhe çysh mi qëndru besnik të mirës në jetën e bote. Ktu pe përfundoj për shkak kohës me vazhdu në xhuman e ardhshme, duke lutur Zotin e Madhreshëm që të na mundson të bëjmë vepra të mira,
ti qëndrojmë besnik veprave të mira dhe dalmi prej kësaj bote me stafetën e fitimtarit për botën e përjetshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El Fatiha.